Nuk duhet folur me më të fortë të thua. Shtylla e parë është ekonomia. Po. Që të vazhdosh luftën në Ukrainë, dhe të bësh luftë me Rusinë dhe me Kinën, me gjithë BRICS-in, do të kesh ekonomi shumë të fortë. Dhe ekonomia e dobët e solli Donald Trump në pushtet. Nuk do kishte ardhur kur Donald Trump në pushtet. Dhe ata që ishin, ikën sepse dështuan me faktorët ekonomikë. Pak Covid-i, pak lufta, pak kjo, pak. Shtylla e dytë është shëndetësia. Kjo lufta ka kushtuar shumë, po e disa të vrarë, sa spitale kampe ushtarake lufte ka çu perëndimi, ka çu Amerika në Ukrainë gjithë këto vite. Pafund. Sa shumë vrarë, ka gati 1 milion vrarë. Shtylla e tretë është demografia. Ke vënë që qytetet e jugut të Italisë, nuk di sa i ke shëtitur, janë të braktisura, nuk ka më njerëz. Po, veriu e mban Italinë. Po edhe veriu i Italisë është lodhur. Mirë, po them që... Po, mjafton, shkon Myni, nuk ke më Gjerman rrugë, i ke gjithë që vinë nga Azia dhe nga Afrika. Çështja e emigrantëve në 10 vitet e fundit ka qenë çështja numër 1 e politikës jashtme. Çështja e katërt është klima. Nuk ishte procesin e deindustrializimit të Evropës dhe të perëndimit. Nuk e bëri as Rusia as Kina. E bën këta. Shiko rrugët e Tiranës, janë mbushur me makina kineze. Po kështu është gjithë Evropa. Pse? Sepse nga pikpamja e politikës pro-klimatike, u mori një vendim politik i leadershipit e Evropës, po në atë kohë edhe i leadershipit amerikan, me të ashtu quajturën marrëveshje të Kyotos, që të mos konsumohen më makina me karbon.